Christian Brock është nga emrat që ai njeh mirë si Milanin, ashtu edhe Ikitaren. Dhe ai mendon se sulmuesi shqiptar është zgjedhja më e duhur e kuqezimeve për rolin e drejtorit sportiv. Brock i ka qenë futbollist e trajner i Milanit, ndërsa Telaçi ka pasur tare në shok skuadre dhe më pas në rol drejtuesi. Ndaj, ai e njeh mirë si shqiptarin ashtu edhe klubin kuqezi dhe dinamikat brenda tij. I ftuar në Tutto Convocati, ai ka shpjeguar cilësitë kryesore të Tares, i cili pritet që shumë shpejt të nisë punë si drejtori sportiv i kuqezimeve. Gjëja e parë që më vjen të them për Iglin është është një burr në kuptimin e plotë të fjalës, në kuptimin që është një person i cili nuk përkulet, që punon për të mirën e klubit, për të mirën e lojtarëve, një person i cili nëse është nevoja të të thotë gjërat në sy, t'i thotë. Nëse është nevoja, apo kupton që një lojtar ka nevojë për ndihmë, është gati të të shtrijë dorën për ta dhënë këtë ndihmë. Mendoj se Telaçi mes shumë vështirësive, se e din që në Rom klima ndaj Lotitos nuk është në më të mirat, dhe ai është cilësuar gjithmonë një njeri i Lotitos, mendoj se ka bërë një rrikje të ndjeshme. Për këtë flasin emrat e shumë që ka sjellë në Rom si të panjohur, por që pastaj janë bërë lojtar shumë të rëndësishëm. Edhe mendoj një gabim në ndonjë zgjedhje, por është normale sepse unë nuk kam njohur kur një drejtor sportiv i cili në 10 afrime i ka gjetur të saktë të 10, tha Brock.